Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Si të zhdukur panajiri këtë vit? Fantastik si gjithmonë. Më thuaj pak cili është feedbacku që ke pasur këtë vit nga panajiri? Feedbacku është maksimal dhe nuk e vija ndyshim, qendra pjesëmarrja e vjeçme dhe te si vjeçmja, kështu që mendoj që duhet vazhdoj të jetë kështu dhe shumë suksese në edicionet e radhës dhe mezi i presim. Cila gjë që ka bërë më shumë përshtypje në panajir këtë vit? Gjë që më ka bërë më shumë përshtypje është interesi që ka sa vjen edhe më shumë i gjitha bizneseve që marrin pjesë, pasi shumica e bizneseve janë në konkurrencë ku do ta marrin stendën vitin tjetër. Kështu që kjo gjëja shifet në avans. Unë do ta marr ku ti doj shpirti i sidës, ku do i sida më vonë mulet më vendosi. Cila është gjëja që ti do ndryshoje për mirë në panajir? Për mirë duhet bëhet pak më shpejt si datë, duhet jetë pak më herët si panajir dhe në këtë mënyrë do na favorizoj pak edhe me vapën edhe me çdo gjë tjetër. Çfarë stenda më e bukur këtë vit? Do përgjigjem me vërtet. Mendoj që stendat më të bukura si vjet është La Rose, Aven, Nyx edhe SVR. Të gjitha stendat që ke bërë ti? T'ishte nëse do isha bërë unë, do thoja që është stenda ime më e bukura. Okej. Kështu që Një mesazh për gjithë ata që po të ndjekin dhe do të ndjekin pas përfundimit të panajirit? për gjithë ata që do më ndjekin dhe po më ndjekin ishte pyetja, kështu që unë ju them shumë faleminderit që ishit pjesë e këtij panajiri dhe që zgjodhët të vizitonit jo vetëm stendën time, por gjithë stendat e pjesëmarrëse. Ju ftoj që të jeni sa më shumë në numër në edicionet e radhës, qoftë për biznese dhe qoftë për njerëz që vinë të vizitojnë, sepse është një shpërblim për punën tonë dhe do doja shumë që çdo gjë të ishte në formën e duhur, kështu siç ka qenë të vazhdoj dhe më shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.